Lumir Abdigjiku. Rregull, në rregull. E para. Tani më lëni themi që nëse gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pas marrëveshje politike dhe kjo seancë do të jetë e kotë. Partia e parë, partia më shumë të numrin e deputetëve në këtë parlament e ka për detyrim demokratik të gjejë kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis. Nëse nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të jetë një seancë si çdo seancë tjetër. Tani qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës tashmë keni të qarta, ne si LDK ndajmë pikpamje kritik ndryshe prej partisë së parë, edhe sa i përket politikave publike në vend, edhe sa i përket qasjes, edhe sa i përket vizionit partarën e Kosovës. Por ne jemi një parti me 20 deputet. Kam parë e kam dëgjuar dhe parti tjera parlamentare që kanë gatishmëri të takohen e të gjejnë kompromis me partinë e parë, le ta bëjnë një gjë të tillë. Nga perspektiva jonë është tërësisht e pakuptim, veçanërisht edhe çuditshme, se si një parti që 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë me 61 deputet. Dhe përkundër kësaj është edhe më çuditshme se si një ditë bëjnë postime se partitë shqiptare mbë bashkëmelisën sërbe, të nesërmën akuzojnë se është tërësuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Pra nuk dinë cilën botë kjo gjuhë funksionon. Por le të kenë shumë është e qartë, por nuk e shoh se si arrit marrëveshja politike me një gjuhë të tillë, edhe me një qasje të tillë. Pra shantazhi nuk do të duhet të ishte gjë diskutimit tani, por kjo është rruga dhe mënyra se si ka zgjedh partia e parë të bëj politikën në këto momente. Lejoni edhe një herë të them që jemi të qartë për këtë qëndrimeve tona, por më tepër bindjet tona janë se partia në pushtet duhet duhet të ofrojë një kandidat që përfaqëson tenësisht kuvendin e Kosovës, një kandidat që lexon skriptat partijake në një seancë që ka të shkruar, le të themi edhe skenarin. Para mendoni se do të duket një kuvend kur asnjë gjë bazike nuk respektojnë siç është sot. Pra duhet të jetë një kandidat konsensual që besoj se partitë tjera kanë shprehur gatishmërinë ta mbështetjen. Jo, ne nuk kemi kandidat konsensual sepse jemi në tavolinë diskutuese. Pra ne jemi shumë qartë, ne jemi në opozit, synojmë të jemi në opozit, pra kjo është qëndrimi në politik, por ka parti tjera që kanë gatishmëri. Le të gjejnë një gjuhë sepse politika është për kompromis, demokracia është kompromis, nuk është urrëtie. Po s'mund ta kuptoj se si në një anë ofendohen, shohen, bën bashkëmelisën sërbe, e në anën tjetër kërkohet kompromis. Këtë gjuhë nuk e di ku funksionon kjo gjuhë. A keni marrë të histori edhe nëse merrni për takim me kryeministrin Kurti, ministrin në detyrë tashmë, a do të shkoni në takim pas e dim që keni refuzuar një pjesë? Deputeti Kurti. Edhe deputeti. Jo, edhe deputeti. Shkon në qeveria. Me qenë se qeveri do të ketë pa penale për këtë gjë. A keni bërë sepse do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetë deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër është ndaluar me kushtetutë, ka që thjesht është kjo çështje. Tani, ne edhe një herë po themi, qëndrimet tona janë bukur të qarta dhe janë të pandryshueshme, por LDK